Ledion Liço shqetëson ndjekësit në festën e Top Medias. Çfarë po ndodh me të? Ledion Liço, një nga figurat më të dashurat e ekranit shqiptar, ka shkaktuar përplasje emocionesh dhe reagimesh të forta pas paraqitjes së tij të fundit publike. Gjatë eventit festiv të Top Medias, ku morën pjesë shumë nga emrat më të njohur të ekranit shqiptar, sytë e publikut u përqendruan tek moderatori i Big Brother VIP Albania, por për arsye që askush nuk e priste. Ledioni u shfaq dukshëm më i dobët, me fytyrë të zbetë dhe trup më të hollë se zakonisht, një pamje që alarmoi ndjekësit dhe ndezi rrjetin me komente. Në rrjetet sociale, komentet nuk kanë të ndalur. Pse ka mbaru kështu ky? Si është bërë kështu Ledioni? Nuk po e njoh më, çfarë po ndodh? Shumë fansa janë shprehur të shqetësuar për gjendjen e tij shëndetësore, duke kërkuar sqarime dhe duke i dërguar mesazhe mbështetëse, ndërsa të tjerë kanë reaguar ashpër me kritika. Megjithatë, vetë Ledioni nuk ka bërë ende asnjë koment publik mbi këto reagime, duke lënë gjithçka në heshtje, çka ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen dhe dyshime. Ndërkohë, festa e Top Media synonte të ishte një moment reflektimi dhe festimi për rrugtimin e televizionit dhe figurave që e kanë ndërtuar. Por në vend të kësaj, përqendrimi u zhvendos tek një njeri, Ledioni. Fansat shpresojnë që kjo paraqitje të mos jetë pasojë e ndonjë problemi serioz dhe presin me padurim një reagim zyrtar nga vetë ai.